duaja është ajo që ndryshon gjithçka, ajo që Zoti e ka bërë sebeb, domethënë që gjërat të transformohen plotësisht, të ndryshojnë krejtësisht, të fitohet nëpërmjet saj kënaqësia e Zotit, fitohet nëpërmjet saj pa duas xheneti, po edhe të rregullohen shumë problematika në jetën bashkëtorë. A është Zoti ai i cili ka dorë zemrat? A është ai që rregullon çdo gjë? A është ai që mjafton që ti thotë diçka e bëu dhe bëhet? Atëherë nuk kërkohet për nesh vetëm se duaja dhe lutja. Për këtë arsye ka qenë ndër lutjet që Zoti na ka mësuar neve në Kur'an, në surën El Furqan, Allahu xhalla xhelalu përmend se të zgjedhurit e Zotit luten duke thënë: O Allah, o Zoti ynë, na jep neve prej fëmijëve dhe prej bashkëshorteve tona ata ose ato, pra nëse burri lutet për bashkëshorten apo gruaja lutet për bashkëshortin, ata që na kënaqet zemra apo na lumturojnë. Heb lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Zot, bëje fëmin, bëje bashkëshorten time lumturi, kënaqësi të jetës time. Pra, në fund fare është Zoti ai i cili e ka dorë zemrën e gjithkujt dhe zemrën e bashkëshortes e ka dorë Zoti, zemrën e bashkëshortit e ka dorë Zoti, e Zoti i madh, domethënë është ai i cili domethënë e ndron situatën, e përmirëson situatën, e rregullon raportin, kështu që duaja është më e rëndësishmja gjë, domethënë arma më e fuqishme e besimtarit për të rregulluar problemet e kësaj bote është duaja. Arma më e fuqishme e besimtarit për të rregulluar problemet e botës tjetër është duaja. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duaja është thelbi. Për këtë arsye tha, është vetë adhurimi duaja, pra është adhurim në vetvete, është mirësi dhe është bekim shumë i madh, sepse në dua kemi vetëm 3 faktorë: ti, Zoti dhe ndërlidhja që është duaja. Kështu që duaja bën dobi, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për atë që ka ndodhur dhe për atë që nuk ka ndodhur. Kështu që ajo rregullon, përmirëson, domethënë jep forcë, jep fuqi, kështu që është gjëja më e rëndësishme në një jetë të lumtur bashkëtorë që nuk duhet neglizhuar.